Ejuhel mu'minun, thalathatu usulin adhimetin, o ju besimtar, me të vërtet 3 bazat madhështore, wa ususin metine, dhe këta 3 baza janë bazë e rëndë, bazë e fort, alejha medaru dinillah, të cilët me këta 3 baza e përfshin gjithë feja Allah të azajgjel, e gjithë dini Allah këtë bëjmë me këta 3 baza. Wa alejha murtekezu saade fit dunja wal akhira. Në vërtet edhe përmes tyre 3 bazave është baza më e fortë e lumturisë kësaj bote dhe botës tjetër. Wa hiya wajibatun ala kulli muslim wal muslima. Në vërtet këto 3 baza është obligim për çdo musliman dhe muslimane. Ilman wa amalan, këta 3 baza që e ka të obligueshëm, që femër apo mashkull, do që të ketë dituri dhe vepër për këta baza. Ela hiya, dhe këta 3 baza janë rida billahi rabban, wa bil islami dinan, wa bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam rasula. E këta 3 baza janë ju vëllezër, me qenë i kënaqur që Zoti jon është Allah azza xal, dhe me qenë i kënaqur që feja të cilën ne e kemi është Islami, me qenë i kënaqur që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i Allahut azza wa jall. O ju vëllezër, la yanalu ta'amul iman, la yanalu ta'amul iman wala halawatihi illa bi tahqiqiha. Me të vërtetë o ju vëllezër, nuk ka arrit asnjëri për jush kënaqësinë e imanit, shijimin e imanit, e as ëmbëlsirën e imanit, vetëm se duke përmbajt këtyre 3 gjëra, këtyre 3 bazave, vetëm se duke e përmbushur këta 3 baza. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhaqa ta'am al-iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammedin rasula. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo është ëmbëlsira e imanit, kjo është shijimi i imanit, ai i cili është i kënaqur që Zoti i tij është Allahu dhe feja e tij është Islami dhe Muhamedi është i dërguari i tij. O ju vëllezër, shikon në hadithe se sa mirë pejgamberi po na veçon, nëse na dojmë që me qenë prej atyre që e kemi shiju imanin, kënaqësinë e imanit, ëmbëlsirën e imanit, do të me qenë të kënaqur që jemi duke adhuruar Allahin, do të me qenë të kënaqur dhe krenar që jemi musliman, dhe do të me qenë të kënaqur dhe të lumtur që kun po e pasojmë na dhe kun e kemi të dërguar të Allah, ai është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. والرضا بهذا الأصول الثلاثة موجب لدخول الجنة. O ju besimtar, kënaqësia për këta 3 bazat e meriton që njeriu përmes tyre të hyjë në xhennet. Subhanallah. Je i kënaqur që po adhuron Allahun, je i kënaqur që fen të cilën e ki ti është Islami, je i kënaqur që veprën të cilën ti po e vepron je duke vepruar sipas sunetit, dhe kjo e kupton që ti duke pasu pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam dhe i beson që ai është i dërguar i Zotit, edhe nëse je prej tyre li dukhuli xhenna, atëherë na obligohet inshallah që na jemi për banorët e xhenetit. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam rasula wajabat lahu al-janna. Fatat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush është i kënaqur që Zoti i tij është Allahu dhe feja e tij është Islami dhe Muhamedi është i dërguari i Allahut, është i kënaqur që Muhamedi është i dërguari i Allahut, wajabat lahu al-janna. Fatat pejgamberi, ju është bërë obligim atij xhenetit. Kur dal në ditën e gjykimit, xhenetit do të rrat ty, të cilën ti i ki besu Allah dhe i kënaqur që Zoti ka qenë Allah azza xal. I kënaqur që fen të cilën ti i ki është Islami dhe i kënaqur që Muhammedin sallallahu alaihi wasallam e ki besu si dërguar dhe e ki pasu ata, wajibat ul janna, do të thirr xheneti, do të bëhet obligim për ty xheneti. Ayyuhal mu'minun, indama yudrijul mayyit fi qabrihi yus'al an hadhihi al-usul. O ju besimtar, në momentin kur i vdekuri shlohet në varr, vendoset në varr, do të pyetë për këta 3 gjëra.
thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qala nabiu sallallahu alaihi wasallam, wa ya'tihi malakani fayujlisani fayaqulani lahu man rabbuk ma dinuk wa ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i vin të vdekurit në varr, i vin dy melekët, e ulin ata nga lëc, e ulin dhe i thojnë, kush o Zoti jot, kush o feja jot, dhe kush o ky burr të cilën është dërguar mesin e ju. Subhanallah. Shiko, për bazat, për tre bazat kryesor, do të pyetmi edhe këtë botë, edhe botën tjetër. Do të pyetmi edhe në varr. Hatta al-kafira yus'al an hadha. Edhe qafiri ka më pyet në varr për këtë. Nuk ka më shpëtu për këtyve çështjeve askush, edhe qafiri ka më pyet. Kush o Zoti jot, kush o dini jot, kush o kapën janë këto është më radh. Këta në bazat e tona ju vëllezër, andaj timit krenar që adhurojmë Zotin, jemi krenar që i besojmë Allahut dhe i dimi që Zoti është Allah azza wa jall. Do të më qenë krenar që fenda që kemi zgjedhur na është Islami, do të më qenë krenar i besojmë ai është i dërguar i Allahut azza wa jall dhe pasojmë sunnetin e tij. Ayyuhal mu'minun wa mutaakkidun ala kulli muslimin أن تعظم عنايته بهذه الأصول الثلاثة تجديدا للإيمان. O ju besimtar, me plot bindje, me plot siguri për çdo musliman është që ata ta din vlerën e këtyre bazave, të japin rëndësi këtyre bazave. Pse? Li tajdid al-iman, me e ringjall imanin e ju. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yusbih wa hina yumsi ثلاث مرات رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا إلا كان حقا على الله أن يرضيه إلى يوم القيامة. وطلب pejgamberi صلى الله عليه وسلم kush e thot këto në momentin kur zgjohet dhe në momentin të afrimit të akşamit e thot 3 herë, jam i kënaqur që Zoti jam është Allahu, jam i kënaqur që feja jam është Islami dhe jam i kënaqur që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i tij. Po thot pejgamberi, është hak për Allahun që të jetë i kënaqur me ta derisa ata kanë Zotin e tij në ditën e Kiametit. Subhanallah. O Rabbi Allah. Mëngjes, raditu billahi rabban wa bil islami din wa bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam rasulan. Zoti ka më qenë i kënaqur me ty derisa të takosh me ta. Subhanallah. أيها المؤمنون أيها بسمتار عندما سمع النداء للصلاة بكلمات الأذان العظيمة قائمة على التوحيد. O ju besimtar, në momentin që ndëgjani azanin me fjalë të azanit që janë madhështore, në të cilën është edhe azani është ngrit me ta Islami, është ngrit përmes azanit edhe tauhidi, madhështia e Allahut azza xal, yushra'u lil muslim حين سماع الأذان أن يجدد هذا الرضا بهذه الأصول العظيمة. Në moment është obligim për muslimanin, në momentin kur ndëgjon azanin, që ai ta përsërit, ta ringjallë domethënë këtë kënaqësi që e ka me këto tre bazat madhështore. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yasma'u al-adhan, kush i thot këto fjalë në momentin kur e dëgjon azanin, ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula ghufira lahu dhanbuhu. Po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush i thot këto fjalë në momentin kur ndëgjon azanin, do thonë thot shahadetin dhe pas shahadetit thot raditu billahi rabban, jam i kënaqur që Zoti jam është Allah azza xal, jam i kënaqur që feja jam është Islami dhe jam i kënaqur që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i tij, ghufira lahu dhanbuhu, vetëm se ju kanë fal atij mëkatet. Subhanallah. E ku do të më thon këto mawtinu qawliha ba'da ash-shahadatayn, momentin kur në azan ndëgjojnë thon ashhadu an la ilaha illallah apo ashhadu anna Muhammadan rasulullah, atëherë na do të më thon këta raditu billahi rabban dhe kështu të më radh. Shiko çfarë vlere Allah azza xal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po jep rëndësi kujna edhe azanit
në qoftë se njeriu e tha këta që kënaqësinë e tij e vren që është i kënaqur duke adhuruar Allahun, është i kënaqur që feti është Islami, është i kënaqur që e dëshman dhe e pasan kon si dërgum dhe dëshman domethënë i dërgumin Allah dhe të njëjtën gjë e pasan pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ghufira lahu dhanbuhu, ati vetëm si u kanë fal mëkatet. O ju vëllezër, fa inna mathala hadhihi al-usul fi dinillah kal-usul allati lil-ashjar. Më të vërtet shembulli i këtyre tri bazave në fenë e Allahut është sikur shembulli i pemës me bazat e saj. E Allah azza jall merr shembull duke thënë alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatin tayyibatan ka shajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fi as-sama. Allah po merr shembull do thotë a nuk e shikoni që qysh Allahu merr shembull, thotë shembullin e fjalës të mirë, thotë është sikur shembulli i pemës të mirë, thotë e cila është baza e saj e fortë, do thonë pema ka bazën e fortë, wa far'uha fi as-sama, thotë edhe degët e saj janë të ngritur domethënë në qiell. Qali ibn Abbas kalimatun tayyiba, thotë Ibn Abbas për këtë ajet kuranor, fjala e mirë është shahadatu an la ilaha illa Allah. Pastaj thotë ke shajaratin tayyiba, sikur pema e mirë, thotë ka për qëllim wa huwa al-mu'min, ai është besimtari. Asluha thabitun, e rrajt e saj janë të forta, të palëvizshëm, kjo pemë, e po thotë rraja e saj e fortë është la ilaha illa Allah. Wa far'uha fi as-sama, dhe degët e saj janë të ngritur në qiell, thotë e ka për qëllim yadfa'u biha 'amalun al-mu'min ila as-sama, ngritja e veprave të besimtarit drejt qiellit. Subhanallah. Shikoj o vëllezër se çfarë madhështie e madhe Allah po na sjell me këtë shembull me kënaqësinë që besimtarët do të më ndjejnë në realitet, me qenë i kënaqur që Zot e ka Allahun azza xal, adhuron të vetmin Allahun, me qenë i kënaqur që me të vërtet fe të cilën ai e ka zgjedh është Islami, dhe me qenë i kënaqur që dëshmon dhe beson të dërguarin e Allah dhe pasan ata. Kjo është e njëjta si kur pema e cila është e ngulitur në tokë mirë dhe rrajt e saj janë të forta, ndërsa degët e saj janë të ngritura, e gjithë këta po të bëjmë me këta kënaqësi që na i thanum, e cila po të bëjmë me imanin tonë. Ibadallah, ar-rida billahi wa huwa ma'rifatuhu. O jo rob të Allahut, kënaqësia me Allahun apo që të jesh i kënaqur me Allahun azza xal është që ti ta njohësh ata. Kjo i bën ajo vëllezër, nëse don ti me qenë i kënaqur me Allahun, do ta njohësh Zotin ton. Wa ma'rifatuhu yakun bil ilmi thalatha. E njohja Allahut është me dituri, dhe përmes kësaj diturie janë në tri sende. E para, të ta'allama tauhid rububiyya. Njohje, mësoje tauhidin rububiyya, tauhidin e kujna krijuesit. Me njoft Allahun azza xal si krijues. Huwa ifradullah bil khalqi wa tadbir. Ai Allah azza xal është i vetmi Allahu azza xal, i cili është krijues dhe krijon çdo gjë, wa tadbir, dhe është kontrollues i çdo gjëje. Dhalikum Allah rabbukum la ilaha illa hu, khaliqu kulli shay'in. Thot Allah azza xal, Zoti juve është Allah azza xal, që nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç ti. Khaliqu kulli shay'in, ai është krijuesi i çdo gjëje. Fa'buduhu, adhurani të vetmin ata Allahun azza wa jall. Wa huwa ala kulli shay'in wakil, ai është drejtuesi i çdo gjëje dhe çdo gjë mbështetet tek ai. Kjo është njohja e parë me dituri o i vëllezër për me qenë i kënaqur ti si musliman që adhuron Allahun azza wa jall. Tata'allamu tauhid al-uluhiyya, mësoja adhurimi, mësoja tauhidin e adhurimit. Huwa ifradullah bil ibada, na do të me e veçu Allahun dhe me adhuru Allahun në ibadet, në adhurim. Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Thot Allahu, adhuroni të vetmin Allahun dhe mos i bëni shirk atij në asgjë. Adhurimet i takojnë Allahut azza xal, namazi, lutja, mbështetja, strehimi, istighfari, el-wasile, domethënë pjesëmarrësën dhe mësuese vetëm me Allahun azza wa xal. Thot Allah azza xal, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah nuk ka kriju për gjinëve dhe për njerëzve as në diçka tjetër, vetëm ne ta adhurojmë Allahun azza xal. Ta adhurojmë Allahun në adhurim, ta njësojmë Allahun azza xal në adhurim.
Fatata'allama tauhid al-asma' was-sifat. Të njëjtën gjë mësoje tauhidin e emrave të Allahut azza wa jall. Dhe përmes emrave të Allahut është adhurimi më i mirë. Kur adhuron Allahun, adhuroj Allah me emrat e tij. Kur kërkon prej Zotit, kërko me emrat e tij. Kur lutesh, lutu me emrat e tij. Në çdo adhurim, në çdo sen në fenë e tij, vetëm se ka një emrat e Allahut. Zoti jon është madhështor. Zoti jon ka emra të shumta, të pa numërta. Të pa numërta ka emra. Gjoja një Zot i cili ka shumë emra. Edhe me desh njerëzit me i gjetë emra s'ka mundësi me i gjetë. Subhanallah. Allahu, i cili meriton vërtet adhurimin, ka shumë emra. Në hadith ka ardhur 100 emra i ka. Kush i mëson ata ka me në xhenet, me kuptimin e tyre. Në hadith tjetër ka ardhur që Allahu ka emra që as krijesat nuk i din. E as në libër si ka shfaq. Ka emra Allah azza xal të pafund. Ky është Zoti jon. Mësoja emrat e Allahut azza xal. Dhe kjo është që kur ti mëson emrat e Allahut, ti i kënaqur që Zoti jot është Allahu azza xal. Thot Allahu walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha. Allahu thot e për Allahun sot emrat mira dhe të bukura ka Allah azza xal. Po thot përmes emrat të tyre lutni Allahun azza xal, adhuroni Allahun azza xal. والذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. Allah thot ai cili i ndryshon kuptimet e emrave të Allahut, apo nuk i beson emrat e Allahut, Allah thot ke me pas çka ka me të bënë ty kur takosh me mua. Subhanallah. Ky Zoti jo në realitet. Me këta njeriu merr dituri, e kur ta merr këtë diturien, ja dim vlerën e kujna 3 bazave. E para me njoft Allahun azza wa xal, me qenë i kënaqur që Zoti është Allah, mi me qysh me qenë atë kënaqur, i kënaqur je kur ti mëson dhe ki dituri rreth këtyre tauhideve. Tauhidi që Allah krijon çdo sen dhe bën çdo gjë. Tauhidi adhurimin që Allah meriton të adhurohet dhe tauhidin emrave të tij dhe cilësive të tij përmes emrave të tij dhe cilësive të tij e adhuron Allahun azza wa jall. Shikoni në suratul Ikhlas. Në suratul Kul huwa Allahu ahad. Allah ka përshkruar vetën. Kul huwa Allahu ahad. Thuaj që Allah është një. Allahu samad. Allah është samad. Çfarë do të thonë samad? Këtë emrat e Allahut janë. As-samad ka për qëllim që çdo sen që krijesat kanë nevojë kanë më kthy tek samedi. Samad, çdo emrat e Allahut që ka nevojë njeriu për emrat e Allahut, nuk mund të jetu. As shpirti jon mbrana trupit ton nuk mund të jetu pa emrat e Allahut azza wa jall. Lam yalid wa lam yulad. Ai Allahu nuk ka lind, as nuk është i lindur. Subhanallah, nuk i përgjon krijesave. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ai Allahu azza wa jall nuk është i barabart me krijesat. Ai ka sy, ka vesh, ndëgjon, shikon, bëshesh, hidhorohet. Çdo sen ka gishta, ka kam, këtë Allah në Kur'an i ka përmend. Nuk e nxën gjumi, as nuk kotet. Subhanallah, këtë Zoti ka përshkruar vetën e vet. Mi po është i njëjtë me neve? Nuk është i njëjtë me neve. Ai është krijuesi. Do të më dallu. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah thotë nuk i bën gjë juve. Kam shikim, kam dëgjim. Ka ftyrë Allah azza wa jall. Sahabët pe Amerikë kur kanë bërë vepra, çka kanë thonë? Po e baj për ftyrën e Allahut, me po ftyrën e Zotit. Allah ka ftyrë. Edhe na i besojmë çish ka në Kur'an dhe në Sunet. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah nuk është sikur krijesa. O ju vëllezër, wa bil islami dinan, me qenë i kënaqur që në fenë të cilën ti e ke zgjedh, është Islami dhe punon vepron me Islam. Çka do të thonë kjo? Wa ma huwa al-islam? Çka është Islami? Ka ardhur Xhibrili dhe ka pyet pejgamberin. Ma huwa al-islam? Çka është Islami? Pejgamberi ka thonë: "An tashhada an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasuma Ramadan wa tuhajja al-bayt." Ky është Islam. Huwa al-islam. Ka ardhur Xhibrili dhe ka pyet për Islamin. Çka është Islami? Ka thonë Islami është me dëshmu që nuk ka të adhuruar më të drejtë përveç Allahut dhe Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij, me fal namazin, me jap zakatin, me agjëru Ramazanin dhe me bë haxh, me vizitu shtëpinë e Allahut azza wa jall, Ka'bën.
Thot Allah azza jall: "Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin." Dhe kush përçafan, kush është i kënaqur me diçka tjetër jashtë islamit si fe, Allah po thot: "Fala yuqbal minhu", as fen as veprën se pranon. Para mendoj na më kon muslimanë, mos më kon i kënaqur që pe falmi namazin. A thua e pranon Allah azza jall haxhin, agjerimin këta? Jo, je i kënaqur me islam, pse Allah po thot: "Kush do të bën vepra, është i kënaqur për çfarë than jashtë islamit, qoftë edhe vepra, po nuk është musliman, ka një fe tjetër, Allahu nuk pranon as fen e tij as veprat e tij. Wa huwa fil akhirati min al khasirin. A është i humbur në ditën e gjykimit, është i shkatërruar, çori islami jon. Je i kënaqur, Allah ta pranon edhe veprën. Subhanallah, dhe është i kënaqur me dinin te që e ke zgjedh. Thot Allah azza jall: "El-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina." Ky ajet ka zbrit në ditën e Arafatit, kur pejgamberi ka qenë në ditën e Arafatit. Allah po thot: "Sot ja kom përsos juve fenë ju. E kom kompletu fenë ju. Dhe nimetet e Zotit, kënaqësitë e Allahut janë mbi juve me këtë islam." Allahu akbar. Allah ka kompletu këtë din, këtë fe. E ka përmbush mesazhin pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, për dëshman Allah mbi 7 çej se i dërguami ju nuk ka lënë sen këtë fe pa e sharu. E ka sharu pe as dhe në zhë krejt komplet. S'ka lënë sen. Edhe Allah shka po thot: "Nimeti jam, kënaqësia jame është mbi ju me këtë islam." Përderisa te mban islamin, dijemi që Allah azza jall është i kënaqur me këtë islam. Përderisa i thuti vetit musliman dhe e ki fen islame, dije mirë që Allah azza jall, kënaqësia Allah është me ty dhe nimetet e Allahut janë me ty. Allahu akbar. Wa bi Muhammedin rasula, dhe me qenë i kënaqur që pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i Allahut. Wajibun alejna an nuhibbuhu wa nattabi'ahu wa nuti'ahu. Është obligim mbi neve me dish pejgamberin, me pasu pejgamberin dhe me dish pejgamberin dhe me pasu pejgamberin, wa nuti'ahu dhe me u bin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in." Asnjëri për juve nuk ka besu përderisa të jam më i dashur tek ai se sa prindrit e tij, fëmijët e tij dhe sa këtë njerëzit. Këto ulemat çka thonë? Asnjëri për juve nuk ka besu. Imani plot. Imani plot. Nuk ka iman njeriu përderisa e dëm pejgamberin e tij më shumë se sa babën e tij, gruan e tij, fëmijët e tij dhe këtë njerëzit. Do të më qenë e ngulitën në zemër dashuria ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe pasimi ndaj tij dhe bindja ndaj tij. Ma kana Muhammedun aba ahad min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam nuk është baba i çdo kujt për juve. Hajt njëri thjesht edhe u kry. Jo, Allah se ka zgjedh ato, hajt njëri thjesht edhe u kry. Walakin rasulullah, mbi 7 çeve Allah po e dëshmon. Thot mirë, pa është i dërguar i Zotit, i zgjedhur nga ana Allah azza wa jall, wa khataman nabiyyin, është vula e gjithëve profetëve sallallahu alaihi wasallam. A dish ka më thon vula e gjithë profetëve? Pejgamberi më i mirë është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Shpallën më të mirë ka pas kush? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Nuk mundesh me gjetë profetën nditur që krit mundjet e çdo profetit khatim vuli ka marrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me gjithë vuajtjet, me gjithë shpallët e tij, sikur pejgamberi nuk mundesh me gjetë asnjë profet tjetër. Subhanallah. Ani ku i kënaqet që jetë pasu këtë pejgamber me hinë shpërblimin e çdo profeti tjetër dhe umat tjetër, vetëm pasaje, dëshiraja ato, duja ato dhe bindju atij. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "La tutruni kama atrat nasara Isa ibn Maryam, fa inma ana 'abd faqulu 'abdullahi wa rasuluhu." Subhanallah. Kjo është një vërejtë e vëllezër. Ne dojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe dëshmojmë që është i dërguari i Allahut azza wa jall dhe pasojmë ato dhe ju bindemi atij. Mirë po,
mirë po, dashuria jo ndaj profetit nuk lakan në ekstreme. Që është bujnë disa për dashurinë e profetit, çka bujnë? E adhurojnë në vend të Allahut. Jo kështu jo. Na e dojmi, e pasojmi dhe ju bindmi përmes kujna, përmes dashurisë Allahut azza xal. Mirë po, ju me adhuru pejgamberin ton. E pejgamberi para se me dhon shpirtin, çka po thot? Mos u ngritni mu, qysh krishterët e kanë ngrit birin e Mërjemit dhe kanë bërë shirkiate. Thoni, unë jam Rabbi Allahut. Jam vetëm Rabbi Allahut dhe më ka zgjedhur Zoti mua si pejgamber. Kaç? Çka do të thonë kjo Rabbi Allah dhe i zgjedhur si pejgamber? Njeri e ka zgjedhur Allahu azza xal. Na e dojmi, e pasojmi, ju bindmi, apo me adhuru ato ju. Është abd, so Zot, është rob, nuk është Zot. Subhanallah. Wa rasule, dhe dëshmojmë që ai është i dërguar i Allahut azza xal.